E pra të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi, sot në fakt nuk ka vetëm Mateo dhe Brikena fest, por fest ka dhe familja e bukur Eili. Dhurata më e çmuar në jetën e tyre, vajza e tyre, bekim i kësaj jete, Luna Mari, sot mbushën 2 vjeç. Në një ambient shumë të ngrohtë, me shumë dashuri, dhe unë jam jashtëzakonisht i bindur që kjo është vetëm fillimi i festës, duke e ditur që Kiara dhe Luizi se sa me rëndësi e trajtojnë Lunën, se çfarë dashurie i dhurojnë Lunës, jam i bindur që do t'i organizojnë një super ditëlindje të madhe, por si fillim, që Luna do me thënë ta shijon këtë moment, ta jeton, sapo është zgjuar nga gjumi ditën e sotme, me ato flokët me kaçurela shumë të bukura dhe ato faqe si tullumbace, mami dhe babi kanë përgatitur që Luna të futet në atë botën e bukur të fëmijëve. Ta jeton ditëlindjen ashtu siç ditëlindja përshkruhet edhe në përpralla, edhe në për filma të vizatimuar që fëmijët e jetojnë, e manifestojnë edhe e shijojnë. Dhe ky 2 vjetor ishte me një tort me zemër që simbolizon dashurinë, respektin, atë ndjenjë shpirtërore që Kiara dhe Luizi e kanë për të bien e tyre, dhe shoqëruar me balona pink dhe me një fustan princeshash pink dhe një kurorë në kokë, që simbolizon që Luna është princesha e asaj shtëpie. Manifestimi ka nisur me shumë dashuri, ndërkohë që në fakt edhe po shikon videot, të kapën si një lloj emocioni, sepse fëmijët gjithmonë momentet e tyre, gëzimin e tyre, të paktën tek ne të rriturit na e kthejnë në emocion, përlotemi. Dhe Luizi dhe Kiara jam shumë i bindur që vazhdojnë të përloten teksa po shikojnë vajzën e tyre që po rritet njëherë faleminderit Zotit me një shëndet të jashtëzakonshëm, të mrekullueshëm, por edhe me të gjitha të mira. Do me thënë nga puna intenzive që mami dhe babi bën, Luna gëzon të gjitha të mirat në këtë univers për të rritur me atë botën fantastike të fëmijëve. Dita ka nisur me shumë dashuri, dita ka nisur me shumë pozitivitet. Janë këto videot e para që në fakt Kiara ka përzgjedhur që të ndanë me publikun për t'i bërë të gjithë shqiptarët pjesë të festës së tyre. Të gjithë gëzojnë për Lunën. Unë dua t'ju uroj edhe 100 vite të tjera Lunës. Dua t'ju uroj që të ndjekën rrugën të mamit edhe të babit, që nesër të bëhet një vajzë e suksesshme në jetë dhe të trashëgon këtë dashurinë e publikut breza në breza në familjen Eili, dhe shpresoj që ashtu siç ka këtë vëmendjen dhe këtë dashurinë, ta ketë gjatë gjithë jetës nga 2 prindër të mrekullueshëm. Sot Luna mbushën 2 vjeç dhe ky ishte pak manifestimi që Kiara ka përzgjedhur t'i bënë.